Migrimi i jashtëligjshëm sot është një sfidë që kërkon bashkëpunim, kërkon ndërgjegjësim dhe veprim të koordinuar. Prokuria Speciale ka një rol të qartë dhe të panegociueshëm në këtë betejë. Mbrojtjen e ligjit, ndjekjen penale dhe garantimin që askush mos përfitojë duke shkelur ligjin dhe duke cënuar dinjitetin njerëzor. Ne kemi intensifikuar hetimet proaktive, e kemi forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe kemi ngritur kapacitete profesionale për të goditur jo vetëm hallkat e dukshme, por mbi të gjitha strukturat që qëndrojnë pas këtij fenomeni. Sikurse dëshmon edhe rasti i koduar me emrin Laboratori 2025, ku të dyshuarit tashmë janë të sankcionuar dhe nga Mbretëria e Bashkuar. Ky veprim shënon një haptutje drejt forcimit të bashkëpunimit me Mbretërinë e Bashkuar në luftën e përbashkët kundër krimit të organizuar, si dhe promovimin e sigurisë dhe drejtësisë në rajon dhe më gjerë. Megjithatë, ne jemi të vetëdijshëm se kjo është një betejë që kërkon më shumë se sa ndëshkim. Kërkon ndërgjegjësim shoqëror, koordinim institucional dhe një qasje që respekton të drejtat e njerëzit, duke mos qenë tolerant ndaj asnjë forme të paligjshmërisë. Prokuria Speciale do të vazhdojë të veprojë pa kompromis në mbrojtje të ligjshmërisë, rendit kushtetues dhe të sigurisë së qytetarëve tonë. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është veprim dhe angazhim i përditshëm i ynë. Le të shërbejë ky dokumentar si një thirrje për reflektim, por edhe si një dëshmi që drejtësia vepron. Në fund, shfrytëzoj rastin që ta falenderoj shumë gazetarin mikun tim Kreshnik për punën e mirë dhe bashkëpunimin e mirë që e kemi dhe t'ju uroj suksese në të ardhmen. Faleminderit.